Alhamdulillah wa kafa, sallallahu sallam wa baraka al-Mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësi të kujmë të Allah subhanahu wa ta'ala dhe ati për gjërom që të lavdëroj dhe të bekoj dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të zgjellë. Të ndohë vëllezër, njeriu në këtë jetë ka shumë betejë. Mirë po betejë më e madhe, saktësisht është betejë e tij me vetveten, po pastaj betejë e tij me shejtanin, realisht është betejë me mëkatet. Për këtë arsye, e konsideroj shumë të rëndësishme sot me e bëni një hyrje përpara se me hyjnë trajtesën e kësaj ligjërate, saktësisht të këtij ajeti, që njeriu në këtë jetë mundet me pas shumë vlera paraprake ose të investuara në mënyrë që t'i shmanget mëkateve. Për shembull, mundet njeriu fjala bie për shembull ta ketë natyrshmërinë e mirë, ta ketë natyrshmërinë e shnosh edhe rrjedhimisht t'i shmanget gjunave. Për shembull, mëkati i tradhtisë. Nuk ka që duhet njeriu me ngu ligjërata për mos më kon tradhtar. Mjafton me pas natyrshmërinë e pastër dhe rrjedhimisht domethënë mos me tradhtu, saktësisht natyra kur është e shnosh të pengon, ta prish rahatia, nuk mundesh më qenë i relaksuar, domethënë në mëkatin e tradhtisë. Ose për shembull, si veti paraprake ose si vlerë e shtuar që të pengon me rënë gjunohe, për shembull burrnia dhe fisnikëria. Për shembull mëkati i rrenës edhe i tinzisë. Mundesh mos më konë që di do një ajet ose do një hadith për rrenën edhe për tinzin, po nëse je burr, mjafton domethënë kjo, se nëse ki vlera fisnike, mjafton kjo domethënë që mos më bë si mëkat. Ndaj El-Ahnaf ibn Qais i thotë dy sene nuk bëhen bashk, nuk bëhet bashk rrena edhe domethënë fisnikëria. Mjafton njëri më konë fisnik që mos i bëhet domethënë disa prej këtyre veprave. Përveç natyrshmërisë edhe burrnisë edhe fisnikërisë, si vlerë e shtuar që të pengon me rënë gjunoh është edhe marrja, turpi. Saktësisht janë shumë gjunohe, për shembull turpi e nal njeriu prej mashtrimit. Mon i vën marrë me e diktu dikush që realisht e paska mashtru. Edhe rrjedhimisht domethënë nuk e lejon vetveten domethënë me mashtru ose me bën mëkate që janë të kësaj natyre. Ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që shohim në Buhariu prej Ebu Mesud el-Bedriut, thotë që ajo shka është trashëguar prej profetëve të mëparshëm, idha lam tastahi fasna ma shi't, nëse ti s'ki marrë ban çka dush. Domethënë mjafton marrja që realisht domethënë mos i bëmë do gjunohe, realisht domethënë më konën në larg prej disa veprave. Sigurisht edhe edukata, kuptimin që edhe nëse s'ki fetari, edhe nëse s'ki shumë ndërtim fetar të mirëfillt për do tema, mjafton domethënë për shembull më koni edukum, fjala bie për shembull mëkati i ofendimit edhe i sharjes. Jo detyrimisht duhet me ditë shumë ligjërata për domethënë nëse shumë mësime fetare për mos me ofenduar kështu më radh. Në këtë drejtim dikon pozitivisht edhe preardhja. Për shembull, dikush kur e ka preardhin e mirë, kur e ka preardhin fisnike, kur i ka prindërit që ka qef mi bë krenare kështu më radh, nalët pi do gjunave edhe nëse nuk ka motivin fetar. Për shembull, preardhja, njerëzit që kanë preardhje të mirë familjare, domethënë janë mbyll derën e hajnis, janë mbyll derën e vjedhjes. Ai nuk mundet me menu që djali filonit ose djali filonës, domethënë i vën një moment në jetë me e zotru pasurinë e dikujt tjetër, domethënë në mënyrë të padrejtë. Ndaj thot El-Ahnaf ibn Qais, që ka qenë prej emblemave të burrnisë tek arabët, ka thonë ma khan sharif, nuk mundet me tradhtu dikush që ka preardhjen e mirë. Kush e di kanë ka bab, kush e di kanë ka non, kanë ka preardhje, far familje, far fisi. S'mundet me rënd te ky njeri domethënë me tradhtu. Thot wala kadhaba aqil, edhe nuk mundet me rrejt një njeri që është i mëshëm. Nuk mundet me rrejt një njeri i cili është i mençur, wala ghtaba mu'min, edhe nuk mundet me bë gibet, domethënë një besimtar i mirëfillt. Diku tjetër tek njerëzit i bën gati për mos me rraje, domethënë në mëkate edhe këshillohet me njerëzit, ndoshta ajo që e ka preardhën shumë fisnike, ndoshta ajo që domethënë është shumë i ndërtuar me morale dhe me burrnie dhe me këto virtyte, mjafton dikush me këshillu, sikur për shembull Omer ibn Abdulaziz kur e ka këshillu dikë me Imun ibn Mihranin, i ka thonë mos u vetmo me një grua të huaj edhe nëse kimi jam mësu Kur'anin. Domethënë nuk do të thonë që duhet për këto tema me ditë shumë. Mjafton me marrë këshill për dikujt i cili domethënë ka ky punë, edhe e fundit në këtë hyrje është domethënë logjika. Shumë gjunohe mjafton më kanë i logjikshëm për mos më i bë. Mjafton më kanë i logjikshëm për mos më leju vetveten domethënë më i bë. Ndaj, sikur se është domethënë mëkati i paturpsisë dhe i amoralitetit, sikur se shënim Muhamedi pe Abu Umamës, Sharboni thotë Sheikh Shoaib thotë hadithi sahih, kur vjen edhe i thotë ja Rasulullah, apo më lejon me pas amoralitet me vajza dhe me gratë huaja, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë etuhibbuhu libnatik, a ki qef kjo më kon për vajzën tonë me dikujt tjetër? Thotë jo. Thotë edhe njerëzit nuk kanë qef për domethënë vajzat e tyre, të afërmet e tyre kështu. Domethënë mjafton më kon pak i arsyeshëm me kuptuar që domethënë nuk vën domethënë amoraliteti. Kështu që njerëzit më të përkryer, janë ata që i kanë krejt çdo vlera, edhe i pengojnë me rënë gjunohe, ala pa orfeja me ndikut e këta njerëz. Domethënë, kena njerëz, natyrën e ka të shnosh, se le me rënë gjunohe.
Burrnien e ka të shnosh, nuk e lë me rënë gjinohe. Fisnikërinë e ka të shnosh, nuk e lë me rënë gjinohe. Turpin e ka në nivel, nuk e lë me rënë gjinohe. Logjikën e ka të shnosh, nuk e lë me rënë gjinohe. Që i vije domthon kur dikush preardhja, edukata, familja, preardhja fytyra, këtë këtu kur gjë nuk ndikon, edhe bëhet shumë lehtë gjinohe dhe në tradhtie, në mashtrime, në rrene, në krejtat që domthon sapo i mora shembuj, realisht i vije domthon që këtu ka shkelje të mëdha para se marr feja, dhe feja ka shumë punë për me drejtu këtë njeri pasi domethënë të vija. Për shembull, nëse ti e ke një vëlla, e ke një shok, e ke një ortak, një bashkëpunëtor ose e ke një punëtor ose e ke dikë i cili të bë me pas punë diçka me të bashk. Edhe ka gjaz me bë pabesi në atë punën tonë. Ka gjaz, domethënë mundësia me bë pabesi është. Tash nëse dikush për shembull i ka çto vlerat që sapo i përmend, edhe ti thu s'menoj që kjo më shkel, domethënë besë, natyrën se ka të tillë, babën se ka të tillë, familjen se ka të tillë, edukatën se ka të tillë. Marrën nuk e ka të tillë, apo krejtat kur t'ja menojsh, i vije që ti me këtë çtu predispozita po e shtyn mundsinë që ky më ron gjinohe. Po e shtyn mundsinë që më ron domethënë në gjinohe. Mirë po, këtu është ajo dilema kryesore që trajtesa e ligjatës së sotme. Nëse na fjala bie e shohim që megjithatë njerëzit po bojnë gjinohe. Muslimanët po bojnë gjinohe. Njerëzit e fesë po bojnë gjinohe, njerëzit e xhamisë po bojnë gjinohe. Mos flasim më për këta të tjerë. Apo të këta të tjerë as nuk kanë rënë më bë mohabet o gjuna so gjuna. E rëndësishme është me mrri, e rëndësishme është me pas, e rëndësishme është me knaq, e rëndësishme është me fitu, e rëndësishme është me pas arritje, apo? Nëse këta i kanë gjunohet, këta tjerët janë tu përly me gjunohet, atëherë domthon s'ka problemi, natyra është e deformuar, a burrni s'ka, a fisnikëria mungon, a edukat s'ka hiç, a preardhin njerëzit e kanë të keqe edhe fara e keqe s'ka shaqet, vetë se dek të këqija, mund ç'është e mundur kur gjë nuk po ndikon me nal njerëzit domethënë prej gjunove. Për arsye vjen si e domosdoshme në trajtesë, po edhe në vetdije të ndërtimit tonë që sado që e ke natyrën e mirë, sado që e ke preardhjen e mirë, sado që e ke edukatën e mirë, sado që e ke turpin, sado që ke logjikën e shëndosh, sado që je burrë ku një çka, megjithatë ke nevojë edhe për një investim që është shumë definitiv. Si të vihet që ky investim mund ta ketë këtu mizavendësu. Po është e vërtetë. Ka njerëz natyrën e kanë shumë që anon ka harami, ama si të vihet që kjo drejtohet ky njeri. Ka njerëz se ka preardhjen e mirë. Mirë, po si të vihet që ky investim ndreqet si njeri. I na tu fol për një investim që besoj është domethënë thelbësor, realisht është ajeti 13 i surës Az-Zumar që sonte kena më shpjeguar me lejen Allah subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall: "Qul inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin adhim." Thuaj, unë tutna me ron gjunohe. Thuaj, unë kam frikë me bë gjunohe. Se kam frikë se një ditë shumë e madhe ku kanë më dënu njerëzit. Në më thonë, s'nal marrja, s'nal ftyra, s'nal preardhja, s'nal edukata, s'nal kjo dhe ajo, mas më nëmë të me t'nal frika që ka ditë gjykimi. Mas më nëmë ka një ditë gjykimi ku kanë më dënu dhe më thonë njerëzit edhe do të me sforcu dhe më thonë këtë sitim. Daj sot i kena 4 qelsa, ose fjalë qelsa që kanë me nashushnu, dhe më thonë është mëkati, është frika, është dënimi edhe ahireti. Edhe këtë kjo ka si trajtesë ka këtë synim. Duhet me e pa mëkatin si arsye e idhënimit të Allahut dhe rrjedhimisht e dënimit të tij. Do të thonë mëkati nuk është thjesht ke pas shef. Nuk ka mëkati thjesht rave njoshje. Mëkati nuk është thjesht sune menaxhove. Mëkati nuk është thjesht gjinde me një rreth të tillë. Jo, mëkati është arsye më të idhnu Allahu. Mëkati është arsye më të idhnu Allahu dhe rrjedhimisht mu dënu prej Allahut subhanahu wa taala. Keni vëmendjen. Ajetet e kaluara që kemi shpjeguar, a kanë kryesisht në tauhid? Kryesisht kanë tauhid. Tamam, çysh është e mundur, masi flet Allahu subhanahu wa taala, ose cila është urtësia që masi flet Allahu për tauhidin, Allahu te bareke ve taala na fol për gjunat. Ndërkësh ne kemi gjithë ato premtime që Allah i fal njerëzit e tauhidit, i kemi gjithë ato premtime që Allah xhel domthon xhenetin e ka pa për njerëzit e tauhidit, edhe xhehenemin e ka pa domthon për pabesimtar. Saktësisht sikurse na jepet një mesazh që një fetari e shnosh në tauhid, një fetari e shnosh në akide, do të me prodhu që këtë vedije, tutna me bo gjunohe. Tutna me bo gjunohe. Që i bije, do më thonë, lëshimi njerëzve në gjunohe, i bije që akiden, tauhidin e kanë dopt. Besimin e kanë dopt. Nuk mund të dikush me thonë, për shembull, me gjitha të ne kena akiden e shnosh, ani pse jena, do më thonë, më katar. Ani pse na, do më thonë, bëjmë shumë gjunohe, po na nuk i bëjmë shirk Allahu te bareke ve teala. Saktësisht, çka është mëkati në thelbin e vet? Mëkati është rebelim. Mëkati është mos dëgjueshmëri. Mëkati është mos nënshtrim. Po, çto janë emrat e mëkatit? Tamam. Nëse kjo është, domethënë, kjo është përshkrimi i mëkatit. Atëherë, mëkati është rebelim. Çka është ubudia?
Është më kon rob. Robi çka I ka hije më shumë se sa më kon I ngushëm. Do thonë ti nuk e pranon punëtorit tan, do thonë unë çka du baj këtu, apo? Ose tjetri nuk I pranon pi fëmijëve në shtëpi, më thonë unë çka du baj, apo nuk e pranon ti një rol të tillë të rebelimit brenda një autoriteti të vogël ti çka ki. E kënena po thunë e kam tauhidin që besoj që Allah na ka kriju dhe ne na ke trop ti, a mund e rebelona kur du. A mund e bëj çka du. Kjo bën ndesh domosdoshmë me kuptimet e tauhidit. Kjo bën ndesh me kuptimet e tauhidit. Kështu që në një gjendje normale, cilat cilësi ose cilat ndjenjë I shkon origjinale e dikujt që rebelohet. Dikush për shembull me një vend u të bën shkelje. Dikush me një vend u të bën një gabim. Dikun është duke u ekspozuar madje edhe dënimit. Çka ndjenja normale e këtij njerit? Është frika. Kul inni akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin adhim. Ndaj Allah me njerë mas tauhidit thot, thuaj un kam frikë me bë gjuna se ka ditë ron, dita e gjykimit është e ron. Ka dënim dita e gjykimit. Sigurisht se domethënë jepet mundun kuptu që ai I cili e ka kuptuar tauhidin sakt, ai që e ka kuptuar tauhidin sakt, I bie që fakti që e ka kuptuar që robi I Zotit, I bie që ky rebelim e ban muni domethënë shumë I kërcënuar prej dënimit të Allahu subhanahu wa taala. Ndaj, që kjo që njeriu ban gjuna edhe nuk tutet. Që kjo që njeriu ban gjuna dhe nuk është I friksuar. Që kjo njeriu që lëshohet mëkate edhe ka shumë të relaksum, I nxjerr dy pyetje që pilon I pa përgjigje se përgjigja është katastrofike. Pyetja e parë I bie, apo bën gjunohe e nuk I të di që ajo Zoti jot? A është qartë, më pse çka që relaksum, se nëse ti shembull dikush fjala bie për shembull I thot dikush fjala bie të bën një shkelje në kompani, edhe thotë pronari I kompanisë po, thotë po çka çotun po. Thotë ja nuk e di çka është pronarja? Domethënë, a ka mundësi që ti ja si të ditë kush është pronari, ja nuk e di çka pasojë me bë këtë shkelje, apo? Domethënë, ti e tu bë shkelje dhe shumë I relaksum, a nuk e di çka është Zoti? Edhe dyta, teksa njëri domethënë shlohet edhe është shumë I relaksum gjunoi be, a nuk e di që ti je rob, që e pas harru që është Zot. Ja, ai nuk e di që ti je rob. Domethënë këtu I ka ja e ke harru që është Zot, ja ke harru që ti domethënë je rob. Ndaj për mos më dhonën përgjigje, po shkojmë me një përgjigje më të lehtë. Një përgjigje që këtë kena kanë hisë aty. Ti a ke harru që ajo është Zot, a ke harru që ti je rob, pelomi këtë si temë. Po kthemu te një temë tjetër, pa dyshim, kjo të ndodh si e I dehur. Pa dyshim, o të ndodh si e I dehur. Domethënë, a ka mosnjohje, a ka ikje për realitetit, këtë pelomi si temë anësh. Është një vërtetë e pashmangshme, është një vërtetë absolute. Po, ti e turon gjunohe shumë shlirë, je ran mëkate shumë shlirë, sepse domethënë nuk je I zgjuar. Saktësisht domethënë je ndehje. E njeri I dehur vllazni, aty ku duhet mu tut gëzohet. Se nuk është e habitshme. Domethënë ai shkaku që nuk e ka menën të këndjellur, aty ku duhet mu tut, ai domethënë është I harreshëm. Ndaj thot Ibn Qayyim rahimullah, thot wal mu'minu la tatimmu ladhatuhu bi ma'siyatihi abada. Thot kush është besimtar për një men, nuk mundet thot mu kanë I harreshëm edhe I gëzuar me gjunat e veta. Nuk mundet as me I shiju gjunat e veta. Domethënë këtë njerëz bin gjunohe. Thot wala yakmulu biha farahuhu, thot kur thot nuk I del në çosh qefi mëkati thot aty shumë musliman për një men. Thot wala thot bel la yubashiruha illa wal huzn mukhalatun li qalbihi. Thot me bë vakia muslimani me ron gjuna. Teksa ato e bë gjunohin, thot zemra e ka thot një mërzi, nuk është rahat. Së është tu rebelu, është duke u treguar I padëgjueshëm. Thot walakin sukra shahwati yahjubuhu an ash-shu'ur bih. Mi thotë ka një lloj dehje. Thotë ka një lloj dehje që nuk është të e pa çka duhet me pa. Si rrëdhimi I dehjes ka ra domethënë në gjunohe. Thot wa mata khalla qalbuhu min hadha al-huzn washtaddat ghibtatuhu wa sururuhu falyattahim imana. Thot nëse robi shohet në gjunohe, edhe I shijon gjunohet, edhe kënaqet me gjunohet, madje edhe krenohet me gjunohet, madje përmbushet me gjunohet, falyattahim imanahu, le ta akuzojë imanin e vet. S'mundet njeri I imanit muni çka çrat me gjunohet. S'mundet njeri I imanit mu kanë domon çka që relaksum me mëkatet e tij. Wal yabki ala mauti qalbihi, edhe le të nisë me kajt për vdekjen e zemrës së tij. Le të nisë me kajt për vdekjen e zemrës së tij. Fa innahu law kana hayyan la ahzanahu irtikabuhu lidh-dhanb. Më bën me pas zemrën gjallë. Ajo zemër ish mërzit që ka rënë gjunohe. Ajo zemër ish mërzit që ka rënë thot në gjunohe. Wa ghatahu wa sa'uba alay. Ja kish nis mi dhon munim. Gjunoja ja kish nis me aprish rahatin. Thot wala yuhissu al-qalbu bidhalik. Po zemra nuk ka tani një gjë të tillë. Fa haythu lam yuhissu bihi fama li jurhin bi mayyitin ilamu. Thot çka që zemra sot uni domethën dhimt teksa autoron gjunohe. Thot këtë kjo është se I vdekti nuk nin.
i vdekti nuk nin plagët as prekjet as domethënë ngacmimet. Ndaj thot Ibn Jauzi, dahkuka wa anta la tadri ma Allahu sani'un bik a'zamu min adh-dhanb. Thot kjo që tu kesh në gjunohe, i bane do pare me haram ju tu kesh, e rritën një sukses me haram ju tu kesh, ke shku me një aheng të haramit ju tu kesh. Thot që kjo që je tu kesh, je shumë i hareshëm në gjuna, është ma e madhe sa gjunoj se ti nuk e të ditë shka ka me të bo Allah. Mon që kjo, thot ti nuk e di Allah shka ka me bo me ty, a ti e qash dhe më thonën i relaksu me më katë, thot që kjo që je të shpërfil, dhe më thonën të armën tonë dhe për para Allah, kjo është ma e madhe sa vetë më kati. Kjo është më e madhe se sa vetë mëkati. Dikun tjetër Ibn Hajeri thot el-fajir qalilul ma'rifati billah, falidhalika qalla khawfuhu wastahana bil ma'siyah. Thot ai i cili lëshohet në gjunohe, thot shumë pak e një Allah, ndaj s'ka shumë frikë, edhe ndaj domethënën e shpërfill romjen domethënën në gjunohe. Thot Ibn Jauzi, la yanalu ladhat al-ma'asi illa sakranun bil ghafla. Nuk mundet mu kënaq, nuk mundet me i shiju mëkatet veç kush është i dehur me gaflet. Veç kush është, domethënën i dehur. Kështu që ta janë të dehurit, që ta janë gafilët, që ta janë që se njohin Zotin, që ta janë që nuk e din çka kam i gjet, apo që ta janë edhe këta kënaqën gjunohen. Këta nuk nin mërzi për mëkatet e tyre. Atëherë, a mundi me këshir çysh janë këta të tjerë? Këta që Allah s'kan ndek, këta që Allah nuk janë të dehur, këta ata të cilët Allah e njohin Allahun, këta të cilët e dinë se ka ditë që kanë dorë para Allahut te barekuhu teala. Transmeton Abu Nuaym në Hilatul Awliya për Abdul Wahid ibn Zaidit, thotë e kam takuar një herë Utbatul Ghulam. Edhe thotë u kon ditë e ftoftë, u kon ditë e ftoftë dimri, thotë dhe e kom pa të ndjersitun. Thotë e kom pa në jashtë në ambient ftoftë dhe e kom pa thotë ndjersitun, edhe thotë nuk kom mujt me kuptu çish është e mundur, thotë wa huwa yarfad araqa. Thot i rrjedhshin njerëz thot prej domethënën sikur e kishte një munim të madh. Nuk ishte domethënë nuk ishte gjas mu kon pinzetit. Edhe pastaj tha insistova disa herë të e pyet pse e jetë çikash domethënën i shqetësum edhe i ndjersitun, thot inni wallahi dhakartu dhanban asabtuhu fi hadha al-makan. Thot jam kontu ka përcy e në çiket vend para moti kohë kam pas bënë gjuna. Në çiket vend para shumë kohë kam pas bënë gjuna e ku më kujtu se çuki vend u kam vënë mëkatit. Thot më kujtu domthon frika prej Allahut te bareke o taala. Ose çysh janë çta robrit e zgjum që nuk kanë ndehur. E kanë pa një Abu Dardën kanë menuar që është i smut. Kanë menuar që është duke lënguar, kanë menuar që domthon është tu e mununa i smuj. Edhe nga hon, shka ki? Ka thon e shteki dhunubi. Jam zor për gjinave të mia. Abu Darda radhiyallahu anhu thot jam duke lënduar, jam duke lënguar prej mëkateve, domthon të mia. Ose Hatim el-Asam vend dikush edhe e takon Hatim el-Asamin edhe Hatim el-Asami e pyet këtë shoqëruesin e vet, çish e kon sot? Thot sot jam kon shnosh rahat. Sot jam kon shnosh rahat. Es-salamatu min wara'i as-sirat wal-'afiyatu fil janna. Ka thon shnosh ka vesh mos ta kena ka për siratin, edhe rahat ka vesh mos ta kena në xhenet. Domthon ka kujt e pati atë shnosh. Kujt e pati atë rahati, domthonën Allah nuk kena rahat, domthonën pe gjendjes tona dhe gjunave tona. Ose Rabi ibn Khuthejmi kur i thonën çish e nisë sot ditën, ka thonë, daifen mudhniba, estaufi rizqi wa antadhiru ajali. Thot, qysh e kom nis këtë ditë? E kom nis këtë ditë, thot, i dopt, gjunaqar, të harxhu rrezkin tem edhe sa ditë më kanë met, edhe të prit domethënën e xhelën me dorë para Allahut te bareke ve taala. E shohim Muhamedi ibn Buhariu për Enesit radhiyallahu anhu që ka thonë, inakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r. Thot, jeni ti bëj do punë, në sytë e juve s'janë kur gjë hiç. Sytë e juve s'janë kur gjë hiç. Inna kuna lana'udduha ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Amon kot pe Ameri sallallahu alaihi wasallam çato pun i kena konsideruar shkatruese. Me pas pa një musliman që i ka rënë çato gjuna e kena konsideruar këtë njerëz të shkatruar. A ka gjas një gjuna mu pas kon shkatrues kohën e pe Ameri sallallahu alaihi wasallam. Edhe pastaj masi të kaloi kjo periudhë, çaj mëkat mu bë i vogël edhe i lehtë. Bat i vogël dhe i lehtë në sytë tona, më jo domethënë peshojnë Allah te bareke ve taala. Ndaj thotim Qaimi rahimullah kur e shpjegon një gjë të tillë, wa qad yaqtarinu bis-saghira min qillati al-haya. Thot ndodh që një punë është e vogël, po një mëkat i vogël në shariat. Shariati thot gjuna i vogël. Thot mirë po krahas mëkatit të vogël thot është një mëkat tjetër që o të shoshnu, qillatul haya. Nuk është totar marrë. Thot wa adam al-mubala, edhe hisit e bot madhe, në kuptimin që domthon për çka se unë bash çka gjuna. Apo?
Thot, wa tarkil khawf, edhe hisit u tut prej Allahu te baraka ve taala, wal istihanati biha, edhe je duke shpërfillur dhe nuk e menon si rrezik ditën e gjykimit, ma yulhiquha bil kaba'ir. Thot ka marr puna që ky gjëna i vogël te ti ka u bë i madh. Jo si mëkat në vetvete, po shkote shoqnu mëkatin që të ka up marrja dhe frika prej Allahu te baraka ve taala, ditën e gjykimit ka më llogarit si mëkat i madh. Ndaj dikush pse levet ka thonë kështu, el ghumumu thalatha. Gajlet janë 3, por njerëzit e mirë çtu gajle janë. E para thotë është ghammu ta'a an la tuqbal. Gjithë njerëzit e mirë kanë një farë gajle, nashta punë të mira s'janë tu na pranu. Nashta punë të mira nuk janë tu na pranu. E dyta thotë është ghammul ma'siyati an la tughfar. Edhe kanë një farë gajle, nashta gjunat s'po na falen. Edhe treta kanë ghammul ma'rifati an tuslab, dhe kjo është thelbi i ligjëratës. Piku du me bë trajtesën. Thotë dhe kanë një gajle njerëzit e mirë, çka nëse Allahu ma merr njohjen. Domthon deri në gjatë kësaj punës i thyshe haram, tash sot më do bash çaj haram. Deri në djej kom thon kësaj punës marrë, tash nuk jam ti thon bash çaj ç'e marrë. Deri në djej kësaj punë kom thon devim, e ndoshta i kom thon dalë pi udhës, tash nuk jam duke parë edhe aq. Ju ka hekën, ju ka marr njohja, nuk o të njoh çka ka njoh dje. Tash aty dokën e pa njohshme në diçka që dje e ka njoh. Çi bie domethënën po fillon periudha e dënimit. Qul inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin adhim. Thuaj un kom frikë me më dënu Allahun ditën e madhe. Që i bie pas kanë dënim ala pa ditë e madhe. Fillimi i dënimit, në shlumje gjuna është me ta hek Allahun njohjen. Pjesa e njohjes që mund të më hek është kur si shet gjunat si katastrofike, kur nuk i shet gjunat si shkatruese. Pjesa e njohjes që mund të më hekën, edhe si pasojë edhe si dënim është kur janë nis gjunat mos mi pa domthon si ngjarje e keqe e jetës, po mi pa domethënë me shumë domethënë normalitet. Ndaj sot me lenin Allah subhanahu wa taala pikërisht na me trajtu çka jetë. Domethënë çysh mundet para se më arçë dënimi i madh i ditës së gjykimit. Që e kena harru krejt. Para se më arçë ajo mundësia për më gjujt në xhehenem. Edhe më shku domethënë zhagza, edhe më shku më zvarrit në për xhehenem për gjunat e tona, a mund domethënë a ka gjaz domethënë që na duke u dënu pikë këtu. Edhe tash nëse çtu alarmet e këtuhit nuk jena ti kuptu, a ka gjaz që pastajë janë të pashmangshme dënimet e Allahut në ditën e gjykimit. Thot dikush për ulemave, a'zamul mu'aqaba an la yuhissu al mu'aqab bil 'uquba. Thot nuk ka dënim më të madh se ai që është duke u dënuar nuk po e ndjen që është i dënuar. Domthon kjo s'ka ma keq se kjo. Domthon ti në dënim, imagjino më kon në burg e ti më menu që je në një bujtin respekti dhe nderimi. Ti je duke u dënu. Thot nuk ka diçka më të madhe se Allahu është u dënu, ti nuk je të di që Allahu të dënu. Po pastaj thot, "Wa ashaddu min dhalik." Ma më ka diçka lo më rëndse kjo. Thot, "Wa ashaddu min dhalika an yaqa as-sururu bima huwa 'uquba." Thot, "Alo ma ke se kjo është teksa je duke u dënuar, dënimin e shes si gzim. Dënimin e shes si hare." Domethënë, ti mendon që jeta tu të hec. Ajo është formë që të dënu Allahu. Ti mendon se u kënaqe, ajo formë që të dënu Allahu. Ti mendon se Allahu ti ka qelë këtë dyrë të rrezikit, të suksesit, arritjes së të famës, ajo formë që është dënu Allahu te bareku teala, përderisa domthonjë janë duke u shkel kufit të Allahut subhanahu teala, dhe më e keqja nis me largim të njohjes, edhe mundet me përfundu me përfundim të keq. Ndaj Abdul Haq el-Ishbili thotë që për shkaqe më të mëdha që njeri ka gjas me pas përfundim të keq, mos më mujt me thon la ilaha illallah, edhe në momentin e fundit jetës me pas përfundim të keq është el-iqdam ala ma'siyatillah. Mu kon shumë i guximshëm gjunohe. Se ka rob bojnë gjunohe, por bojnë gjunohe duke u fërgëlluar. Bojnë gjunohe tu postut. Bojnë gjunohe tu menu që du të më përmirësu. Dikush u relaksu më. Thotë që kish është relaksu, ka shumë gjasa të mëdha që me pas domethënë përfundim të madh. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, "Wa hadha min a'zami al-fiqh an yakhafa ar-rajulu an takhdhuluhu dhunubuhu inda al-maut." Thot fiqhu më i madh që mund të më kon njeri, mençuria më të madhe që mund të më mrit dikush, mutut mos po bën sebeb çdo gjunat e sotit, edhe më tradhtu domethënë në momentin e vdekjes mos më mujt me thon la ilaha illallah, edhe mos më pas domethënë përfundimin e mirë. Qul inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin adhim. Thuaj un kam frikë me bë gjuna se Allah e ka një dënim shumë të madh ditën e gjykimit. A ka dënim përpara se marr dita e madhe? Thot Ibn Aqili, kur do më shpjegue që s'ka, domethënë duhet mu bind se gjunoi ka pasoja. Gjunoi ka pasoja, an dynjë në ahiret, an shnet, an fëmijë, an pasuni, an kuptimet e fejes, an istiqame, an varr, an ditën e gjykimit, gjunoi ka pasoja. Thot mjafton, thot veç këshën, thot
Në ngjarjen e Ademit alayhis salam. Sa po i tha Allah azza wa jall usjudu li Adam, binin sejdë Ademit. Ju tha engjëve, e bëni një gabim edhe i tha ihbitu minha jamia, delni krejt pikë këtu të shkojnë atje poshtë. Domthon s'ka çare para të poshtë. S'ka çare para të poshtë. Domthon shlosh gjinoje, ki mulshuar të poshtë. Ki me radikun. Ademi asem ka rapi xhenetit çka ku e një pemë të ngran, e një rebelim edhe një mosdëgjueshmërie, cila mund të më thonë gjendja e robit domthon këtë dunjë. Ndaj Ibn Qayyim rahimullahu thotë kështu. Kur Allah azza wa jall e do shumë një rob, edhe ka bë gati për xhenet, edhe ka gatuar për mukoni begatuar në xhenetet e Allahut te baraka ve taala, thot feyu'addibu 'abdu al-mu'min alladhi yuhibbuhu wa huwa karimun 'indahu bi adna zalla wa haffa. Thot më bë mukon shumë i çmuar për Allahun. Më bë mukon shumë e vlerë tek Allahu, edhe për gabimin më të vogël Allahu ta çon isprov më njëherë. Nëse je i çmuar tek Allahu, ki vlerë tek Allahu, e keni domethënie të madhe tek Allahu, edhe për mëkatin, për gabimin, për rrëshitjen, lëshimin më të vogël, Allahu të merr dhe të edukon. Pastaj thot: "Fala yazalu mustayqidan hadira." Sa Allahu do këtë rob me majt tan kon sy qel. Nuk do me elon me ron gaflet. Nuk do me elon me ron gaflet. Thot: "Wa amma man saqata min 'aynihi wa hana 'alayh." Ama ai thot që ka rapi syve të Allahut edhe s'ka më vlerë te Allahu. Ai që ka rapi syve të Allahut dhe s'ka vlerë tek Allahu, fa innahu yukhalli bainahu wa baina ma'asi. Allahu ja çel udhën edhe nuk e dëshkon për mëkatet që i bën tokë. Në tokë është shumë i relaksuar. Tokë i shkon shumë mirë. Thot: "Wa kullama ahdatha dhanban ahdatha lahu ni'ma." Sa herë që të bëjnë gjunohe, Allahu i çon mirësi. Sa herë që të bëjnë gjunohe, Allahu ja çel udhët të mirave të kësaj dunjoje. Wal maghruru yadhunnu anna dhalika min karamatihi alayh. Thot dhe ky rob i mashtruar mendon se ky ka vlerë te Allahu. Thot e moj men kur s'jam kon kurkun hiç, këtë udhë më kanë çel, e moj men kët, ama këtë nuk e lidh me ngjarjen e gjunave të tij që ai realisht çysh është e mundur ti mutar këtë dynja me të natë mirat, a kënën ai ty po gjunohe. Allahu te baraka taala, wa la ya'lamu anna dhalika 'aynul ihana. Ky nuk e di që Allahu te poshtru, është e nënçmu. Allahu është jam ledh këtë për ahiret. Allahu është jam ledh këtë për ditën e gjykimit. Wa ana yuridu bil 'adhab ash-shadid wal 'uquba allati la 'aqibata ma'aha. Edhe këtë do të jam ledh për një dënim që s'ka më dënim për te asaj. Nuk ka më dënim diçka për te asaj që më është domethënë ditën e gjykimit. Thotë dhe këtë domethënie e mbështet fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është Muhamedi, Sheikh Shuaibi thotë që hadithi është sahih prej Abdullah ibn Mughaffal, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Idha arada Allahu bi 'abdin khayran, 'ajjala lahu 'uqubatahu fi dunya." Kur Allahu ja do hajrin i robit, thotë ja përshpejton dënimin për gjunat e tij që i ka bëja, përshpejton dynjën. Domethënë gabon mëna javës, mëna 2 javë, mëna një muaj ndodh diçka dhe lirohet pi aty në gjunave, pi pasojave të aty në gjunave. Do të idha arada bi 'abdin sharran amsaka anhu 'uqubatahu fi dunya. Dhe kur Allahu nuk ja do të mirën, përkundras ja do të keqën dëni robit edhe të bëj gati për dënimin e ardhshëm ditën e gjykimit, thot Allahu ja nal edhe nuk ja jep dënimin në dynjë. Hatta thot fayaridu yawm al-qiyamati bi dhunubihi, edhe e prit me ardh me këtë gjunat e vetën ditën e gjykimit. E prit Allahu me ardh me këtë gjuna, domethënë në ditën e gjykimit. Ndaj besimtari ka frikë të madhe dhe thot inni akhafu in asaitu rabbi. Kom tut me bë gjunohe. Kom frikë, jo që s'po moj, jo pse s'po du, jo pse s'kom joshje, jo pse nuk janë rrethonat, jo pse nuk ka mundësi. Kom frikë, domethënë nuk kam marrë me thon po tutna me bë gjuna. Tutna me bë gjuna, shumë e thjeshtë është. Kom frikë me bë gjuna. Pse? Qul inni akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin adhim. Tutna me bë gjuna sa në ditën e dënimit shumë të ashpër, në ditën e gjykimit. Kështu që Allahu kur ka folur për dënimet e ditës së gjykimit, kryesisht I ka përshkruajt ashpër. Thot Allahu subhanahu wa inna rabbaka la shadidul iqab. Dinë se Zoti ju dënon ashpër. Mos e bëj punën me dënu se ashpër, nuk është domethënë dënimi dikujt që domethënë mundsinë e dënimit e ka shumë simbolike. Thot inna batsha rabbika la shadid. Dinë se më bë me të kap Allahu, kapja e tij është shumë e ashpër. Nuk kap Allahu let. Kap Allahu kap ashpër. Inna rabbaka la bil mirsad. Dinë se Allah është ju prit, në momentin e ki pru punën me dënu, dinë se e kom prit. Në prit domethënë prej Allahut subhanahu wa taala. Ndaj me mor si rregull. Domethënë gjunoje po shtrim. Sepse gjithçka që të çon te dënimi I Allahut është po shtrim. Edhe nuk ka diçka po shtrim më të madh sa me dënu Allahu. Para mëno të ka kriju, të ka furnizu, të ka dhënë pamjen më të bukur. Edhe të ka udhëzu, edhe të ka bë musliman, edhe të ka shtimi rënseshtë dhe mas pronot me të çun në xhenem. Shumë I poshtë do të më thonë që e ki pru punën aty. Domthon veç e ki pru punën me të poshtruar Allahut çat shumë. Nuk ka domthon poshtrim më të madh se sa Allahu me xhujt I kanë në xhenem.
Ndaj Allahu te barekuhu teala ka thënë se njerëzit e mirë janë lut Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta. O Zot, kanë kishtin zjarr ti e ki poshtru, nuk mundet më kanë njëri në rum. A mundet më kanë i arrir në dynjë, a mundet më kanë i suksesshëm në dynjë, a mundet më kanë me autoritet në dynjë. Ama është i poshtruar përdesa ka prunë me hin xhenem. Është i poshtruar. Kështu që çdo hymje në xhenem është poshtrim. Keni vëmendje kisha pas çef me ilustru çiket. Alhamdulillah kena një rivajet, kena një ather që mund me ilustru çish i bëhet ky poshtrimi. E shënani me Bayhaqiu në Shu'ab al-Iman, Shaykh Albani thotë që rivajeti është hasan, prej Zadhanit, ai prej Abdullah Mesudit, që tregon edhe thotë kështu: "El-qatlu fi sabilillah yukaffiru adh-dhunuba kullaha illa al-amana." Ka thonë Abdullah Mesudi, me bo me dek njërin në rrugt të Allahut, në luftë në rrugt të Allahut, kejt gjunat i falen, përveç nëse ka me dikujt amanet diçka pa i kry. Kejt gjunat i falen përveç amanetit. Përveç dhe më thonë që ki pas një punë me kry me dikë, amanet hin kontratat, amanet hin marveshjet, amanet hin ja ki pas dikujt mi apru do pasuni, dikujt mi arrujt një pare, çka do koft, dikujt ja ki mbor një qik, edhe është amanet. Apo gjithë shka shkëhen fjallën amanet. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po thot Abdullah Mesudi, el-qatlu fi sabilillah yukaffiru adh-dhunuba kullaha ila al-amana. Me bë me dhon shpirt për Allah, këtë gjunat falen, ama amanetin nuk falen. Yu'ta bi sahibi al-amana wa in qutila fi sabilillah, fa yuqalu lahu addi amanatak. Në ditën e gjykimit sillet ky njeri që ka kryer amanetin, edhe nëse është vrarë në luftë rrugt të Allahut, ai thuhet krye që tash amanetin. Krye që tash amanetin. Fa yaqul ey rab kayfa wa qad dhahabat ad-dunya. Thotë Zot, çish me krye amanetin u kry dynjaja. S'mujas mu punu mu kthym i bë ato shifra, s'mujas me shku mi mortë dikush borxh, s'mujas me shit ndaj pasuni, çish me u kry, ndash jam në ahiret, çish me kry në ahiret. Çish kryet amanetin në ahiret, u dosh me kry në dynjë. E thot Allah azza wa jall, idhhabu bihi ila al-hawiya. Merrni dhe çoni në fund xhenemit. Merrni dhe çoni në fund xhenemit. Fa yudhhabu bihi ilayha. Edhe e morin e çojnë në fund xhenemit. Fa tumathalu lahu amanatu. Çaty në fund xhenemit i del amaneti, çish e ka pas në dynjë. Nëse ka pas amanet, do pare çatu paret ishin në fund xhenemit. Nëse ka pas amanet një kontratë, çata ka me pa në fund xhenemit. Thot fa yajiduha ka hayatiha yawma dufi'at ilay. E gjan amanetin çashtu që ka pasën pamjen në këtë dynjë, çat ditë që e ka pranu. Çat ditë që e ka pranu. Fa yaraha fa ya'rifu. Ashadha i kujtohet se kjo kanë amanet. U dash me kry në dynjë, po se kam kry. Thot fa yahwi biha fi athariha hatta yantahi ila qa'riha. Edhe shlohet thot në kërkim të kapjes derisa ndrije fi qa'riha në fundin e xhenemit. Në atë farvrimën e fundit xhenemit që aty do të më shku me mor amanetin për marr me prunë. Ku ne ki pas domethënë borxh çat farpune. Fa ya'khudhuha fa yahmiluha ala atiqihi. Shkon në fund xhenemit edhe e merr amanetin edhe thot e nën qof. Thot thumma yas'adu biha fi nari jahannam. Pastaj thot në zjarmin e xhenemit ngritet kadal të nalt me ardh te Zot më thonë e gjet amanetin, po du me kthy ku ne kom pas amanetin. Thot hatta idha ra'a annahu qad kharaja biha zallat fa hawat. Thot ku mrije mos mramti me dorzu amanetin, prap i rrshet koma dhe shonte poshtë nder. Do të thonë, a ma në çmim se kjo? A ka diçka më, a ka më të poshtruar? Ti këtu e koni Zoti ja ki marr dyshys. Këtu e koni Zoti ki mrrin. Këtu e koni Zoti edhe tu ka dog që domthon ti arrir. A gjë domthon tamam mrrin a xhenal, të rrshet koma kthehesh prap. E çka nëse bëhet fjalë për amanetin e Allahut te barekuhu teala? Çka nëse bëhet fjalë për amanetin e Allahu subhanahu wa taala, thot fa huwa fi athariha abadal abidin. Thot tan kohën ka me shku me mor amanetin e Allahut, ka mu kthy nalt, ka mu gjujt. Ka me mor amanetin e Allahut, mu kthy nalt, ka mu gjujt. Ka me mor amanetin, thot abadal abidin, në përhershmëri se ka shkel amanetin e Allahut te barekuhu teala. E çka nëse është amanetin e njerëzve, thot wal waznu amana wal kaylu amana. Thot edhe peshohen që ki pas te pazari u kanë amanet. Ki me shku peshohen me bajt, pin fund xhenemit me prunal se s'ki mat çu dash me matën. Se ki respektu domethënën besnikërinë e njerëzve dhe ndërshmërinë me njerëzit, thot wa ashaddu dhalika alwada'i. Ma rona pikejtave është nëse dikush ti ka besu do se në mja rujt e si ki rujt. Nëse dikush ti ka besu diçka me rujt e si ki rujt. Kini vëmendin që në vllaznin. Me shku në fund xhenemit për me mor amanetin, me shku mas nalti, sa që kjo? Një dit, 2 natë, 3. E shënon Imam Muslimi për Abu Hurairës, që një dit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka një bashkë me shokët e vet një zhurmë të madhe. E ka një zhurmë të madhe. Edhe pastaj ka thonë hadha hajarun rumiya bihi fi nari mundhu 70 kharifa. Thotë kjo është zhurma e një guri që është gjujnë në xhenem që 70 vjet është duke u rrokullis me shku në fund. Fa yahwi fi an-nar al-an hatta intaha ila qa'riha. Thotë që tash mrrinit te çajo qa'riha, çajo pjesa e fundit e xhenemit.
Që aty ku do të më shku me mor amanetin. Që i bie pin mas naltin në xhenem, deri te pjesa ku është amaneti janë 70 vjet. Amo jo 70 vjet njeriu, të gurit që po rrokulliset. Janë 70 vjet me shku me mor çat amanetin edhe marr me kthyje, domethënë nuk e ki pasën domethënë për me kthy. Tash nëse po shkojmë me çket analizën 70 vjet. S'po menomi bën 100 për njërin, a bën 200 për njërin. Llogaritë e ki shpejtësinë e gurit në xhenem. Edhe 70 vjet me shku edhe 70 vjet mund gjitë të nalt, 140 vjet. Aja vlen me tradhtu dikun. Aja vlen dikun me shkel, aja vlen dikun me ron gjunohe. Domthon 140 vjeti veç me hez në xhenem. Jo mu djeg, llogaritë nuk digjesh. Llogaritë nuk ka pas një flok. Thjesht me shku me mor amanetën edhe me kthy edhe prap 300 koma dhe ndoshta edhe një herë kështu. Llogaritë me të parën herë kryn. 70 vjet e poshtë, 70 vjet e nalt. Çka ja vlen e kësaj dynjaje për me merituar çka? Çka ja vlen? Çka është interesante kësaj dynjaje që ja vlen me shku në fundin e xhenemit edhe me dal domethënë për me krye domethënë diçka të tillë, thot Allah subhanahu. Innaha tarmi bi shararin kal qasr. Keni vëmendjen? Llogaritës si tu djeg për xhenemit, hiç. Veç që të shku me mor amanetën dhe më kthy. Thot Allah azza wa jall. Thot gocat e xhenemit, i nxjerrin ato shkëndijat e zjarmit të xhenemit janë sikur se pallatet. Shkëndijat e zjarmit të xhenemit janë sikur se pallatet. Sigurisht është transmetuar prej dikujt bi selefit që ka thonën walau anna sharara min sharari jahannam bil mashriq lawajada harraha man fi al maghrib. Do të më bë vesh një shkëndije xhenemit marr në dynjë. Edhe beça shkëndi kana lindore, këta të perëndimit e nin nxetin e qesaj. Këta të perëndimit e nin domethënë nxetin e qesaj. Domethënë veç me një nxetin e shkëndijave xhenemit. Veç me ndje nxetin e shkëndijave të xhenemit. Po para më mund të në xhenem. Para më mund dënuar domethënë zjarmin e xhenemit për shka? Për një domethënë shkelje, për një gjuna e kështu me radhë. E shënoi Imam Malikun Muwatta, shërohen se hadithi është sahih, pe Abu Hurairës, thot Abu Huraira radhiyallahu anhu, "Atarawna hamra kanarikum hadhihi?" Thot a menoni thot se zjarmi i xhenemit është kështu i kuq sikurse zjarmi i kësaj dynjaje? Thot la hiya aswadu min al-qar. Thot zjarmi i xhenemit është më i zi se sa zifti. Është më, domethënë imagjino me ardhmë në xhenem dhe nuk digjesh, veç që më shku me mor një amanet në terr. 140 vjet në terr, më shku me mor çat amanet që se ke kryen tokë. 140 vjet pa u djeg, veç me një nxetin e gacave të xhenemit. Veç me një gacën me një nxetin e shkëndijave të xhenemit dhe në terrin e xhenemit. E shoni Imam Tirmidhiu, rivajeti ka diskutim për Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Uqida 'ala an-nari 1000 sanatin hatta ihmarrat." Zjarmi i xhenemit 1000 vjet u shkall densa u koni kuq. Thumma uqida 'alayha 1000 sanatin hatta biyaddat. Pastaj 1000 vjet tjerë është djeg densa është bë i bardh. Thumma uqida 'alayha 1000 sanatin hatta iswaddat fa hiya sawda'u mudhlima. Thot pastaj 1000 vjet densa është errësuar dhe xhenemi është i errët. Xhenemi është i errët. Tash keni vëmendje këtë. Thot Selmani radhiyallahu anhu thot an-naru sawda'u la yudhi'u jamruha wala lahbuha. Thot zjarmi i xhenemit është i errët. Thot as flaka nuk bën dritë, e as gacët e saj nuk bën dritë. Tash imagjino domethënë me vojë natën njëri veç një gjysmë dite, jo 140 vjet, jo 70 vjet, me shku deri në fund të xhenemit, domethënë me kry një obligim që s'e ka kryer në dynjë, një farz që e ka shkel në dynjë, një mëkat që ka shkel në dynjë, edhe ka më shkuar veç me përjetu që këtë skenë. Kjo skenë vllazni më përshkrim është e trishtueshme. Imagjino më kon që na tu fol për dikam për neve. Imagjino më kon që na tu fol domethënë për dikam për neve. Ndaj llogaritë nëse njëri shkon në fund të xhenemit për çiket. Edhe nuk digjet. Edhe nuk him flak. Edhe nuk dëshkohet nga kamxhikosja e engjëjve. As nuk gjuhet në ato vende të ngushta të xhenemit. Imagjino se e merr dënimin më të lehtë në xhenem. Dënimin më të lehtë në xhenem. E shënon Imam Muslimi për Abu Said al-Khudriut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna adna ahli an-nari 'adhaban yanta'ilu bi na'layn min narin yaghli dimaghuhu min hararati na'lay." Thot njëri që ka dënimin më të lehtë në xhenem është ai të cilit i vishën sandale, nalle të zjarrit xhenemit, edhe i vlojnë trut për nxetit të nallave. I vlojnë trut prej nxetit të sandaleve. Domethënë, mundet me të vlut truni sot prej joshjes për me fitu haram. Mundet me pas njëri joshjen e madhe me bo haram. Amo kjo joshje dhe ky vlim sot është kurrë hiç. As që është munim për një njerin të arsyeshëm, për një njerit që ka zemër të shnosh, për një njerit që beson në ahiret. Amo ditën e gjykimit vesh nallat e xhenemit më tu vesh, mund është domethënë mu dënua deri domethënë që këtë drejtë ose llogaritën për shembull as nallat e xhenemit.
Hiç as 90 xhenem. Veç me hi me morç ata amanetin dhe më kthyni 140 vjet, edhe më thon Allahu azza wa jall, qala khsau fiha wala tukallimun. Tash mbyll në gojën e zguzon edhe nuk guzoni me fol. Mo 140 vjet zguzon asnjë llaf me çit. As kukat mos zguzon me çit. As me thon jam tu vujt zguzon me thonën. Veç kimë vujt 140 vjet, kimë krylla kimë dalën. Për çka? Për diçka që kimë të me kry në dynjë me 10 minuta. Për diçka që kimë të dynjë me kry me pak burrni. Po diçka që ke dynjë kimë të me kry me pak arsye, me pak din. Nuk do të më kon shumë musliman për me mujt me fitu xhenetin. Nuk do të më konë muslimani më i mirë në dynjë me fitu xhenetin. Mjafton më konë musliman njëri normal më konë. Më konë njëri i arsyeshëm, njëri familjar, njëri do vlerave, domethënën themelore. Ose llogaritën e domethënë kur gjë mos më ndodh. As mos më shku me morçat amanetin në fund xhenemit. Veç më ndodh në moment i hyrjes edhe i daljes. Veç në moment i hyrjes i daljes, Allah askëm për ne mos e sprov. E shohim Muhamedit muslimi, për Enesit radhiyallahu anhu thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli ad-dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah. Thot sillet njëri që ka përjetuar më shumë të kënaqësinë në dynjë, sillen ditën e gjykimit. Mirët njëri që më shumë të u kënaqë këtë dynjë. A u kon mbret. A shka ka mujt më konë njëri që e ka arrit pikën më kulmore të kënaqësive të dynjës. Fa yuzbaghu fi an-nari sabgha. Edhe hudhet në zjarmin, thot shtinjet në zjarmin e xhenemit të nxirret më një herë. Futet edhe nxirret më një herë. Sigur se çysh vihet fjala bia për shembull një rrobë për tu ngjyros, e merr edhe nxjerr më një herë. Thot pastaj i thuhet ibn Adam, "Har ra'aita khayran qat?" Thot o biri Ademit, a ke pa në herë në khajr? Apo të kujtohet diçka e mirë e kësaj dynjaje që ka përsyti, mos e pava çka të sken, mos e pava xhenemi, mos i nitë piskamat e xhenemlive. Thot hal marrat bika na'imun qat atka ka përsy një jetë në herë në kënaqësi. Thot la wallahi ya rab. Thot jo zot jam kur nuk kom pa domethënën, kur nuk kom pa të mirë, kur nuk kom pa domethënën kënaqësi. Kështu që pse na duan neve çto argumente për me afru për shkrimin e xhenemit. Na duan çdo argumente me për afru për shkrimin e xhenemit që masajna me lot zemrës me thon inni akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin adhim. Tut na me po gjinohen se ka ditë tron. Tut na me po gjinohen se ka dënim tron ditën e gjykimit. Domthon kjo nuk është fjali vetëm me të edukuar ç'mu shpreh. Kjo është fjali me një. Është fjali për me ndi prej thellësisë së zemrës që është rrezik me shku te Allah azza wa jalla me gjinohe edhe me dënu Allahu te bareke ve taala. Kështu që kësaj ligjate me moni përgjigjet për hershme vëllazni. Sa herë domthon që ti thosh pse ti kaç fetar, kaç i përkushtum. Kul inni akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin adhim. Pse ti si shoqënia jote rreth jot mos me bë gjinoje, mos me shfizurinin, mos me bë mëkatet e kohës. Kul inni akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin adhim. Pse ti nuk po bash me shumicën, po je izoluar me do fetare, ku diun çka. Kul inni akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin adhim. Kjo përgjigje në jetë. Sa herë që në jetë, domthon gjendesh para rrethonave që a me tuën e qështu i devotshëm apo të jetoj sikur mëkatar për rreth meje, thuaj vetvetes inni akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin adhim. A kam përfunduar në xhehenem? Vesh njerëz më të porçë që mund më menu, apo shkojnë në xhehenem edhe muslimanët? Shkojnë edhe muslimanët që falen, shkojnë edhe muslimanët që japin zakate, shkojnë edhe muslimanët që japin lëmosh, edhe shkojnë edhe muslimanët që vojnë shumë do punë të mira. Po ka. Për shembull, e shohim muslimi për Abu Malik al-Ash'ari, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "An-na'ihatu idha lam tatub qabla mawtiha tuqamu yawm al-qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Thot një gru që kanë edhe vajton bën kuje për burrin e saj pas vdekjes. Një gru që vajton, që ka ndaluar sheriati. Një gru që vajton pas vdekjes, edhe e zë deka pa bë tobe. Thot ditën e gjykimit ka mu vesh prej rrobash të katranit edhe prej një pazmore që kam ja shkaktuar një lloj krujtje në trup. Domthon këtu nuk ka bet kjo au kanë devotshme, ai ka kry farzë të tjera. Po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vesh me gjynojën e vajtimit me ditën e gjykimit. Edhe s'ta ka fal Allahu. Domthon është mjaftuar me u vesh me rrobat e xhenemit që janë domthon pe katranit, edhe një lloj pazmore e cila shkakton një lloj kruajtje domthon në trupin e saj. Tash, nëse që kjo është mëkati i vajtimit, çish mund të më ka mëkati mos vendosjes së hijabit? Ose çish mund të më kanë mëkati i një vajze që rrin kontakt edhe në lidhje haram me një djalë dhe një djalë që rrin me një vajzë në haram? Ose çish mund të më kanë mëkati i ahengjeve dhe ambienteve me haram e kështu me radhë? Nëse kjo, imagjino, heni pak në likur të kësaj që ka dek burri, kjo është shumë e mërzitur. Kjo ka vujtje të madhe. Kjo e ka mërzinë e madhe, ka ndrruar domethënë bashkëshorti me të cilin e ka qenë jetën. Sparsi tote nga ndalu sheriati, kush dha ty drejt me vajtu? Apo? Edhe ti s'po do më pendu, s'po do me dal para Allahut azza wa jall ç'është dot. Domthon po është arsye mjaftueshme ditën e gjykimit mu vesh prej sirbalun min qatiran. Ka mu vesh me rroba të domethënë të katranit edhe me domethënë një pazmore që kam i shkaktuar kruajtje. Ose
Si qysh mundet më konë atëherë dënimi për tjerë. Nëse vajtimi për të vdekurin e shkakton që këtë dënim në xhenem. Qysh mundet më konë për tjerë? Qysh mundet më konë për shkak dënimi në xhenem për atë i cili është përfill namazin. E shonoi Muhamedi, Shejshuabi thotë që hadithi është hasan, për Abdullah ibn Amrit, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men lam yuhafiz alaiha." Kush nuk e merr seriozisht namazin, nuk thotë kush e lë namazin. Ti falësh, po nuk falësh me përkushtim. Nuk falësh të qit në prioritet. Herë të hik namazi, herë është përfill, herë fle. Thotë men lam yuhafiz alaiha. Kush nuk e merr namazin seriozisht, kush nuk përkushtohet. Thotë lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun yawm al-qiyamah. Thotë nuk ka me pas kjo as argument, as shpëtim, as dëni arsye me shpëtuar ditën e gjykimit. Wa kana yawm al-qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay ibn Khalaf. Edhe ditën e gjykimit ka më në një vend me Faraonin, me Karunin, me Hamanin edhe me Ubay ibn Khalaf, kokat e kufrit. Tash a shkon njëri te kokat e kufrit edhe me pas dënimin me nallët, me çat dënimin me atletin? A shkon te kokat e kufrit edhe me pas dënimin sikur kjo shka vajton edhe veshët me rrobat e xhenemit? Thot Allah subhana, adkhilu ala Fir'auna ashad al-azab. Njerëzit e Faraonit në dënimin më të rëndin. Domthon, çka e ki menu që on dënimi i rënd në xhenem? Jo këtu me atletat, janë çaty Faraoni edhe njerëzit e vet. E çaty te Faraoni dhe njerëzit e vet ka më kon kush sukoni kujdesshëm me namazin. Kush e ka shpërfill namazin? Ose, qysh është dënimi atij që falet, mirë po e shpërfill kohën edhe flen vakt namazit. E shpërfill kohën edhe flen vakt namazit. E shënoi Imam Buhariu prej Samura ibn Jundub radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa dënimin e njerëzve në ëndër. E thotë kompani njëri thotë që koni shtrit, wa idha akhirun qa'imun alayhi bi sakhra. E kompani njëri thotë mbi kokën e këtij rrikë thotë me një shkam të madh. Wa idha huwa yahwi bi sakhrati li ra'si fa yadhlaghu ra'sa. Dhe kompasa si e godit ke thot me këtë shkëm të madh, edhe e godit kën kokë densa e çoj ke kokën, pastaj thot urokullis ke thot ky shkam, pastaj shkreshin e merrshin për zdyti dhe vishin sërish me godit në kokë, edhe thot e prit që më ushnosh koka dhe prap me goditën për më çoj kokën, e mos rom të pyeta kush o ky, tha fa inna ar-rajulu ya'khudhu al-Qur'ana fa yarfudu wa yanamu 'an as-salati al-maktuba. Ky është ai i cili e mëson Kur'anin pastaj hek dorë pi Kur'anit. Ullzo tani hek dorë pi udhëzimit. Mlohet tani hek shamin. Nis mu fal, pastaj thotë s'kishte nevojë më kon bashkë fetar. Nis mu kthy fejes, pastaj i gjeni 100 interpretime. Thotë ky është ai i cili e merr Kur'anin, pastaj hek dorë edhe flen vakt namazit. Nuk qohet për me falën, domethënë namazin. Dietar thonë që ky hadith i ëndrës më parë bën fjalë për dënimin e vorrit. Domethënë çu kjo dënim varr që e gjujnë me shkëmbë, domethënë të mbajnë në kokë njërin që e ka shpërfill namazin në vaktin e vet. Ç'sh mund të më kon domethënë ditën e gjykimit. Ç'sh mund të më kon domethënë zjarmin e xhenemit. Çka na bën ç'kjo me thon vllazin? Kul inni khafu in asaitu rabbi adhabi yawmin adhim. Unë kam frikë me i bë mëkat Allahut se ka një dënim të dhëmshëm të ditës së gjykimit. Ose çysh mund të më konë dënimi i njerëzve që fitojnë haram, ose i njerëzve që e përzin pasurinë me haram, ose që lëshohen pasuni të dyshimt. Për shembull, për lymja me kamat. Për lymja me kamat, Allah azza wa jalla thot: "Fa'dhanu bi harbin min Allah." Bënuni gati me një luftë me Allahun. Çysh mundet me të luftu dikush në ditën e gjykimit që e ka xhenemin në dorë? Domethënë ai po të thot me mua ki punë, unë kam të dënuar, të shpalli luftë, e ka xhenemin në dorë. Domethënë ku çon, me çfarë dënimi dënon ditën e gjykimit? Me këtë dënimin e kësaj që vajton, apo me dënim tjetër që e meriton më kon, domethënë më konën harb, më kon luftë me Allahun subhanahu wa taala. Keni vëmendjen, këtë hadithet që kanë ardhur për kamatën. Hadithet që kanë ardhur për ndryshimin e mexheve, më hin njerëzve në mexhet e tyre edhe në tokat e tyre. Hadithet që kanë ardhur për uzurpimin e pasurisë së tjetrit. Hadithet që kanë ardhur për pronën e tjetrit. Hadithet që kanë ardhur për fitimet haram me produkte haram. Shumica haditheve e lënë më në kuptuar që këta janë njerëz të mallkum. E kur vjen fjala mallkim, nuk lëmë në kuptuar që dënimi i tyre është simbolik në xhenem. Mallkimi është përzumje prej rahmetit të Allahut. Kanë mallkon Allahu e ka përzon për rahmetin e tij që i bie, është dënimi i dhimbshëm. O dënimi i madh, më shumë se sa çaj me shku me morën, domethënë një amanet edhe me kthy te veni i vet, ç'mund të më dënu dikush i cili domethënë është i mallkum. E shonoi Imam Ahmedi, Sheikh Shuaib thotë që hadithi është hasan për Ka'b ibn Ujras, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "La yadkhulul janna man nabata lahmuhu min suht. An-naru awla bih." Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk hyn xhenet çaj që një pjesë të trupit ju ka rrit me haram. Domthon një darkë ki hongër haram. Një 2 muaj, një 2 rrogë ki pas haram. Një vit ki pas fitimet haram. Edhe me çat haram e ki mirëmbaj trupin tan. Me çat haram e ki rrit trupin tan. Thot një trup që rritet, një mesh që rritet me haram, an-naru awla bih.
Në xhehenemi e meriton këtë njeri. Njerë du të më shku atje, pastaj me dalën domethënë në xhenetin e Allahu subhanahu wa taala. Shoni Muhamedi Imam Buhariu për Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men zalama qida shibrin min al-ardh tuwiqahu min 7 aradin." Kush he vesh një pllom dikujt në tokë. Kush he dikujt vesh një pllom në hise, tokës vet. Thotë që ajo hise kam i bosa 7 kat tokë dhe kam e majt përstronin në xhenem. Kam e majt përstronin në qafën e tij sigurisë domethënë të ishte domethënë qafore. E shënon Imam Buhariu prej dhe Imam Muslimi për Abu Hurairës rastin e Midamit, një shëptor që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe mos ia kanë kryer betejën e Khayberit, udhës duke u kthy për Medinë, e ka kap një shigjet Midamin radhiyallahu anhu edhe ka ndru jetë. E ka kap një shigjet edhe ka ndru jetë. Edhe kur ka ndru jetë, kanë thonë sahabët, hani'an lahu ash-shahada. Lum për këtë që ra shahid. Urime e gëzoft shahidllëkin ky rob i Allahut që po kthehet pi luftës së Khayberit, ku kanë luftuar me hebrejt, ku e ka sakrifikuar shpirtin e tij, këtij ka qitën për me dhon për fen Allahut, tash udhës ala pa mri Medinë e kapin shigjet e armikut. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos janiti që thanë ata shokët e vet, lum për këtë, mysh dhe për këtë që fitoi xhenetin, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bala والذي نفسي بيده إن شملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. Këllën po se qatë farë pelerinën që e murë në Khajber, alo po u do plaçka, o të ju djegën derin se ta kryet që këtë që ka bu. Dhe më thonë, ka shku ka prek pasunit huj. Alo pa u do e, a i realisht u kon pjesë që e ka meritua një pjesë të, dhe më thonë një pjesë të ganimetit, një pjesë të plaçkës. A më e ka morë qatë farë, dhe më thonë qatë farë pelerinën, alo pa e thonë Rasullahi sallallahu alaihi wasallam, e ka morë bigajri haq, pa u kone vetja, thot le të shta'il alejhi nara, thot ka me e djeg në zjarë një që e pelerin, pastaj dhe më thonë ki mundët me morën shpërblimin e ti. Kështu që një pelerin e marrë pa të drejt, është le të shta'il alejhi nara, kjo kam i qitë flakë në zjarëmin e xhehenemit, që e pelerin kam i animu flakën e xhehenemit. Po çka nëse prek pasurin e huj? Çka nëse prek në pasurin publike? Çka nëse prek në pasurin e familjarëve? Çka nëse prek në pasurin e punëdhënësit? Çka nëse prek në pasurin e bashkëpunëtorit tanë? Mund pa më parasysh ku ki prek pasurin. A mundet më ka më shumë se sa një pelerin? A mundet më ka më shumë se sa, domethënë, një cop bezi që ka mujt më konën? Çka ka mujt më kanë pelerin? A më kjo është domethënë rregulli që nëse njëri domethënë e zhvleftëson ditën e gjykimit, mundet më djeg në ditën e gjykimit, qul inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin adhim, merr edhe kthehem parull tjetës, kom frikë me bë gjunoje se ka ditë gjykimi. Kom frikë me ron gjunoje sepse ka dënim dhimbshëm tek Allahu te barekta, prandaj gratë e selefit, gratë e burrave më të mirë, e që realisht janë kon gratë më të mira, kur i kanë porosit burrat me dal për me lyp idare, i kanë thonë iyyaka wa kasbul haram, ruaju mos gabon me fitu haram. Ruaju mos gabon me përzim me haram, ruaju mos u përly me haram. Fa inna nasbiru ala al-ju' wa la nasbiru ala an-nar. Na mumi me bë sabër unt, po sun bëjmë sabër në xhenem. Mos bër diçka haram. Mos bër diçka ani pse domethënë mund të dogë se po na bën të lumtur. Ajo mos prom ti është domethënë në zjarmi i xhenemit, kështu që çto janë dënimet vllazni. Po një grua që vajton, do se ka dhimbta, po e nuk do të bëhet fare vajtimin pa një bazë që ka një dhimbt, për dikë që ka shpërfill namazin, për dikë që është pasuruar në mënyrë pa lehtëshme dhe ka përzi pasurinë me haram. Çu është dënimi i atij që ka bën zinë? Çu është dënimi i atij që prek derin e çikave të huaja? Çu mund të qenë deri dikujt që e ka një lidhje haram të paturpsisë edhe domethënë të haramit. E shënon Imam Buhariu prej Samur ibn Jundub, hadithin që e përmenda pak më herët, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pa dënimin e zinaçarëve duke thënë fa talaqna fa atayna ala mithli at-tanur. Kena ardhur derisa kena pa një furr. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kena ardhur në një vend me engjëj derisa kena pa thot një furr. Fa idha fihi laghatun wa aswat. Thot kena një shumë piskoma dhe shumë zë. Fa tala'na fihi fa idha fihi rijalun wa nisa'un urat. Thot pastaj kum pa që burra gratë zhveshur kanë qenë në furr duke u djeg. Thot wa idahum yatihim lahabun min asfali minhum fa idha atahum dhalika lahab dawda. Thot dhe çysh ishin tunej, thot ju vike prej poshtë një flak. E kur i vike thot që flaka prej poshtë thot piskatshën, ç'kjo dënimi i zinaçarëve, domethënë fa innahum zunat waz-zawani, kjo thot dënimi i zinaçarëve edhe i zinaçarëve në varr. Alo pa ardhur në xhenem. Alo pa ardhur domethënë në ditën e gjykimit. Një arsye pse xhenemi është shumë i rënd. Edhe i vën era shumë e rënd xhenemit është prania e zinaçarëve në xhenem. Domethënë zinaçarët janë azab për xhenemlit. Mon prania e zinaçarit në xhenem ja shton xhenemit, ja shton xhenemit keqën.
Domthon çaq erë ke që ju janë domethënë në xhenem. Tash pse do të më përmend këtë çdo detaje? Se në çdo 3 sene janë liru muslimanët. Janë liru në shpërfillën e namazit, janë liru në pasunin haram, edhe janë liru në meselet e nderit. Mirë po, nëse që e gruaja që ka dhimbt, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë ki mu djegë, ki mu vesh me xhenem. Kush është më parsor mu djegën, nëse shkojnë te Allah pa ja fal, edhe domethënë pa u përmirësu, qul inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin adhim. Thuaj, un kam frikë me bëj gjunohen se është një ditë e një dënimi shumë dëmshëm. Të vëllezër, për fund, përmendet që El-Ahnaf ibn Qais, që ka qenë për burra më të mëdhenj që ka pasur në kohë, një herë për herë është një natë, thotë ka ardhen tek kandili feneri i tij që ka pasur në shtëpi, edhe thotë e ka pasur që u kon zjarrit duke ndriçu, edhe është afru thotë dhe e ka vë gishtin e tij afër zjarrit të ndriçimit, sa ka mujt me kanë zjarr. Edhe thotë ai që e ka pasur thotë e kum pa thotë tu fol me veten, i thykë vetes, ma hamalaka ala ma sana'ta yawma kadha. Thotë çka çtini me bë filan gjinojnë? Çka çtini me bë filan gjinojnë? Çka ka e ditë që ti u gute? Çka ka e ditë që ti nuk rezistove? Çka ka e ditë që ti nuk menove magat? Thotë i folke vetes, edhe gishtin afër thotë fenerit thotë që e kallke gishtin. Domethënë, a ka knatësi, a ka sukses, a ka arritje, a ka gëzim, a ka fitim, a ka rreth, a ka kompromis, a ka diçka në këtë dynjë që ja vlen më xhek për të në ahiret. A ka diçka që ja vlen, cën do menoje, a sukses, a arritja, karrierë, a fam, a pushtet, pare, shka do që e të menu, që nuk o të shku ka të thotë Allah, po dika tjetër. A ka diçka që ja vlen, vesh me shku në fund xhenemit një 70 vjetë dhe me dalë. Si të ketë diçka që ja vlen, ta dimi cilo që është ja vlen. Realisht domethënë njëri arsyeshëm, njëri logjikshëm, nuk mundet me menu që në dynjë ekziston diçka veç me hinë xhenem, me pa s'keni dhe me dal. E lemo domethënë mu bë banori i xhenemit, ndaj neve na duan shumë hajetet, hadithet, njetë mi pas në përditshmëri, që me pas me sa më shumë shpirt që këtë bindje tut na me bë gjinoa se ka domethënë dënim të dhimbshëm të ditës së gjykimit. Elos Allah me na fal, me na shpëtu, me na ruaj pi dënimit të tij, me na ruaj pi haramit, me na ruaj pi asaj që e meritojmë pastaj dënimin e Allahut te barekuta. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.